Nëse flasim për integritet të lajmit, edhe besueshmëni, a jemi në krizën që atë kuptim, se di a ka në e hulumtim, po më në i kluin, po avrejt. Absolut. Mas pari, kur flasëm për fake news, duhet me pas parasysh që fake news është fenomen shoqëror. Fake news po ndikon të njerëzit në mendimin e tyre, në perceptimin e gjendjes reale, dhe në këtë mënyrë thjesht po na shtrëmbën në realitetin social. Fake news mundet me qenë i trillim, mirë po fake news mund të llogaritet edhe një diçka që ka disa të vërteta, po nuk ka marrë burimet e sakta sa duhet. Në shoqërinë tonë dikon mjaft shumë, për shkak se kemi përçarje politike, kemi përçarje fetare, kemi përçarje gjinore. Dhe në këtë mënyrë, në të kohën cilin jetojmë ne nuk jemi shumë racional, më shumë jemi emocional. Ndërsa sot, shoqëria po konsumon imazhe, nuk po konsumon fakte. Ky është problemi kyç në shoqërinë tonë. Gjithçka emocioni po ka më shumë rëndësi se sa e vërteta. Në këtë aspekt, ne kemi për detyrë, si pjesë e kësaj shoqërie, të zhvillojmë mendimin kritik, të tregojmë njerëzve që kur e marrim një informacion, kudo që e marrim, se sot gazetar po mund bëhet dikush pe blen një mikrofon 50 euro, po den shesh edhe pi duket vetja që është bë gazetar. I bën disa intervista, nxjerr disa meme i bën ato dhe bëhet shumë viral. Mirë, po ne duhet kemi shumë parasysh që të zhvillojmë mendimin kritik, kur e marrim informacionin, të shohim burimet e informacionit dhe në këtë mënyrë ne shumë lehtë mund me verifikua është fake news apo është e vërtetë. Po sot, fatkeqësisht, jemi shumë emocional, jemi shumë euforik dhe kemi pa shumë shpesh që lexojmë një titull dhe nuk e lexojmë për mbajtjen dhe mbas titullit e gjykojmë se çfarë është mirë dhe çfarë është keq. Vetëm mjafton të shohim komentet. Ne kemi bërë disa ulëmtime me institutin tim, me një shok timin që kemi institutin Kritikos, dhe shohim që neve na intereson më shumë spektakli imazhi se sa faktet. Nëse është ulëmtume edhe vërtetume, pritëm edhe pak të çështja e financave, e dytë është fat. Jo, edhe ti çka shumë me është rastisht pse jeni në studio për shkak se keni përcjell ekonomi gjatë. Po, nëse a mundet, nuk e di, pa hi thellë me hulumtu shifra, BCK-ja, Banka Botërore, doganat, GDP-ja, FMN-ja, përshtypja ime është që mundësh 24 sahat me këshyr reklamat në Kosovë, në Angli edhe se di, ku dush kallëzon tjetër ku, në Brazil, edhe në bas strukturës reklamave, eshe edhe standardin e popullit. Nëse reklamat dominohen që ka zbritje të mishit pulës, të pelenave edhe deodorantave, nëse në televizionet Kosovës nuk e ka të strukturuar reklamën kompanit e sigurimeve, që në Amerikë reklamojnë shumë. Nëse në Amerikë reklamojnë shumë kompanit që shesin kjerët reja, në Kosovë reklamojnë shumë kompanit që shesin kjerët përdorta. A është indikator që kjo që